Si është Malbura sot krahasuar me 10 vite më parë? Më e bukur, më e bukur, më e qetë, më e balancuar, më e suksesshme dhe më pëlqen vetja sot më shumë se sa ajo para 10 vitesh. Mendoj që premtimin që i kam dhënë vetes para 10 viteve, mendoj që e kam mbajtur. Në një botë ku suksesi matet me para dhe tituj, si e definon ti suksesin për veten? Unë mendoj që në një nivel të duhur suksesi nuk matet më me të ardhura, por me vlera. Dhe ato janë që të bëjnë ty të bësh i suksesshëm. Kështu që mendoj se është shumë tepër e rëndësishme për ditur në cilin rang suksesi jemi, por sa më lart, aq më shumë vlera. Nëse të nesërmen do të humbesje të gjithë titujt, kontaktet dhe prestigjin, me çfarë do të filloje nga e para? Me eksperiencën që kam. Mendoj që për një kohë shumë të shkurtër, të gjitha do mund t'i ndërtoja përsëri. Eleganca është shpesh keq kuptuar si sipërfaqësore. Çfarë do t'i thoje dikujt që e sheh atë si diçka boshe? Unë mendoj që eleganca është e vetmja gjë me të cilën një femër, sidomos femrat, mund të godasin. Është diçka që është timeless, edhe nuk e shoh si sipërfaqësore. Përkundrazi, eleganca është diçka që e perfeksionon një grua akoma më shumë. A ka ndonjë këshill që zakonisht u a jep klientëve tu, por vet e ke vështirë ta ndjekësh? Shumë. Nganjëherë më duket veja si hoxh. Sepse, shiko, asnjëri s'është perfekt, por ne profesionet tona i zhvillojmë në bazë të natyrave që kemi mësuar dhe nuk mendoj që është gjë e keqe të këshillosh dikë tjetër për më mirë dhe nëse ti vetë nuk mund ta përvetësosh. Shpeshherë ju them keni një balancë jetësore më të mirë midis punës edhe jetës private. Po kjo është diçka që unë jam shumë larg kësaj gjëje, personalisht vetë. Si ndikon trashëgimia jote shqiptare në mënyrën se si e këshillon apo frymëzon një klient gjerman? Unë jetoj në Gjermani për 30 vitesh, por unë jetoj shumë shqip. Shqip jo në atë mënyrën tradicionale, por e jetoj dhe jam shumë krenare të jem shqiptare. Të gjithë e dinë që unë jam shqiptare, kush më njeh, dhe e shikojnë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Unë flas shumë shqip dhe tregoj shumë për kulturën time. Mendoj që shumë e lehtë për ta parë që unë nuk jam gjermane. Jam shumë e përzemërt, kam zë nganjëherë zë shumë të lartë, tregoj shumë emocion, flas shumë me duar e me këmbë. Nuk besoj që ky detaj nuk i rrëshket askujt. Në mes të Shqipërisë dhe Kosovës këto zgjedhje? Unë do kisha shumë dëshirë që Kosova dhe Shqipëria të bëjnë një. Kam një vështirësi shumë të madhe të them që jam Kosovë, unë them gjithmonë jam Prishtinë, jam Prizren, jam Tiranë, jam Shkodër. E di që kemi një kufi, por unë do kisha shumë dëshirë këtë kufi ta zhdukja fare. Cila është pyetja që të lodh më shumë nëpër intervista dhe çfarë do doje të pyesnin më shpesh? Faktikisht, mua më pëlqejnë pyetjet, sepse në bazë të pyetjeve kuptoj edhe shumë se çfarë duan din rreth meje ose çfarë nuk din. Çdo pyetje e konsideroj se shumë serioze, thot shumë dhe për personin që e bën pyetjen. Nuk kam një pyetje specifike. Kur janë pyetjet shumë private, nuk më pëlqejnë, dhe në drejtimin e financave. Mu janë bërë pyetje për shembull sa e ke rrogën, sa fiton, ose nuk më pëlqen të flas për para. Tash po afron koha Big Brotherit, në rast se do të bëj një ftesë qoftë nga ky i Kosovës apo i Shqipërisë, a do ta pranoj dhe pse? Big Brother i Shqipërisë mbasa. Mendoj që do gjija shumë miq aty dhe do jetoja për një kohë të gjatë me to. Big Brother i Kosovës për momentin, jo. Pse? Për shumë arsye nuk kam dëshirë t'i cek, po shkojnë në drejtimin e... Nuk mendoj që këtë vit do kemi në një Big Brother shumë spektakolar. Mendoj që
jo, këtë vit nuk do të jem pjesë e Big Brotherit. Pse po aludon, a e di ndonjë banor? Mbase? Mbase di, po nuk mendoj që do kemi nis cast shumë veçantë. Po Nuk të jam ftonin mend- për opinionista, a do të pranoj atëherë? Jo, fare, nuk do të jem fare pjesë e produksionit. Çfarë ka më shumë rëndësi për ty, të jesh e admiruar apo të jesh e kuptuar? Të dyja, të jesh admiruar është gjë që e ka dëshirë çdo femër, por edhe të jesh e kuptuar është gjë shumë e bukur, por unë nuk pres të kuptohem nga çdo kush, për shkak sepse nëse do ta prisja këtë gjë nuk do të isha kaq ambicioze. Nuk kuptohemi nga çdo njeri. Pse mendohet që është e vështirë të punohet me shqiptar? Unë nuk e mendoj këtë. Fare madje. Është të punosh me shqiptar është madje më e lehtë. Thjesht ne kemi një problem, nëse më lejohet atë cek, midis diasporës, Shqipërisë, Kosovës. Ne jemi njerëz që kemi shumë dëshirë të ndajmë kufit, domethënë nëse jemi në Prishtinë, flasim për ato të Gjakovës, nëse jemi në Prizren, flasim për ato të Tiranës, jemi në Kosovë, erdhën këta të diasporës. Kjo është diçka që një veti që ne duhet ta heqim. Por unë mendoj që ose le të themi më mirë këtë fjalë në urtë popullore, si është vendi bëhet kuvendi, dhe nëse ne mësojmë ta bëjmë këtë, që kemi mësuar shumë mirë ta bëjmë në gjithë shtetet e botës, kemi shkuar në Itali, kemi shkuar në Gjermani, në Zvicër, dhe jemi përshtatur, unë mendoj që këtë duhet ta bëjmë edhe në Shqipëri. Këtu ka rregulla të tjera dhe njerëzit duhet të mësojnë ti përshtaten kësaj lloj strukture. Funksionojnë gjëra të ndryshe. Mua më pëlqen të punoj në Kosovë. Kemi njerëzit nga njerë me vonesë, po unë tashmë jam mësuar, kështu që dhe unë kam filluar çka me vonesë. Në një vend si yni, është më lehtë për një grua të dëgjohet kur flet me mendje apo kur flet me pamje? Dhe nëse i ka të dyjat, a e frikson shoqërinë kjo gjë? Shumë, sidomos me shkujt. Po i përgjigjem shumë shkurt se pyetje. Okej. Sipas teje, si është gruaja kosovare e vitit 2025? E pavarur dhe me vetbesim, apo ende është në luftë me një shoqëri që e paragjykon? Të dyja. Unë e kam thënë këtë edhe në një emision tjetër, që gruaja kosovare ka një evolim dhe një zhvillim shumë të madh. Edhe është shumë për tu admiruar. Kam shumë shoqe këtu, shumë mikesha, shumë bashkëpunëtore që bëjnë një punë shumë të mirë, kanë kompanitë e tyre, janë shumë të suksesshme, më pëlqen sepse janë shumë të bukura njëkohësisht, por shoh paragjykime pafund, shoh vështirësi që kanë këtu dhe për çfarë më vjen keq është që nganjëherë shikoj që nuk më ngren zërin sa duhet. Edhe unë mendoj që duhet ta bëjnë këtë, duhet ta vetësojnë sepse njeriu duhet kërkojë atë që meriton. A mendon që je feministe dhe çka mendon vërtet për feminizmin? Të them të drejtë, shpeshherë kam menduar këtë pyetje, këtë fjalë, nuk di ta definoj mirë sepse është keq definuar, sidomos kohëve të fundit, fjala feministe. Dikush e kupton ndryshe, dikush tjetër e kupton ndryshe. Unë kam dëshirë të them pikpamjen time. Unë jam femër, kështu që jam feministe, por kjo nuk do të thotë që ne kemi të gjitha të drejtat, ne duhet bëhemi të padurueshme ose të tjera. Unë mendoj që midis meshkujve dhe femrave nuk ka barazi. Ne jemi dy qenie të ndryshme që kemi detyrat tona në shoqëri dhe natyra të ndryshme, kështu që nuk mund të konkurrojmë me njëri tjetrin, por ne duhet të plotësojmë njëri tjetrin. A mendon që filtrat dhe botoksi janë bërë normë? Janë egzageruar pak kohëve të fundit, sidomos kur i dallon edhe vajzat që thosh, në filan vendi e bërti. Unë mendoj që është një gjetje shumë e bukur për të ndejtur pak më e freskët, në një moshë të dur edhe duhet ta ndihmojmë pak veten, sidomos ne që jemi në ekran, për të kuruar pak më shumë, për të dukur më bukur, por nuk duhet ta teprojmë. Pse gjithmonë mendon që paragjykohen vajzat që e vizitojnë Dubain? Unë nuk kam hyrë asnjëherë në Dubai. Nuk di të ta them. Por janë këto klishet që me padyshim ka arsye. Ku është, them gjithmonë, ku ka zë, s'është pa gjë. Por nuk mund ta përgjigjsojmë. Është gabim,
Në Dubai kemi marrë vesh ose kemi dëgjuar për disa histori të ndryshme, njerëzit bëjnë lidhjet dhe nxjerrin konkluzione. Gjë që unë nuk do ta bëja pa ditur fakte, por secili ka të drejtën e vet. Sot a mendon që më shumë punojnë vajzat me trup se sa me tru? Unë rreth meje kam vetëm vajza që punojnë me tru. Do më vinte keq për këtë rastin tjetër, por dhe ky është një profesion, nëse zhvillohet si profesion është zgjedhje, por në rastin tim do të thojë që jam pak e informuar tek pjesë sepse kam mikesha afër që janë tepër zonjat, janë gjitha të arsimuara shumë mirë, edhe kanë sharm, me padyshim që secila femër luan pak me sharmin e vet, por të kalojmë në këtë ekstrem, jo. Si ishe meshkujt në syrin tënd? Të ndryshuar. Ka ndryshuar. Ka ndryshuar shumë madje. Vite më përpara kanë qenë më kavalier. Ne femrat mbase e lidhim fjalën mashkull me një figurë që është më supertuese, pak më generous. Kurse tani janë meshkujt kanë hyrë në një tjetër rol. Nuk e di ku është problemi, nëse ne femrat jemi bërë pak më mashkullore, apo na kanë detyruar ne ato të bëhemi. Nuk di të ta them, por kemi një ndryshim shumë të madh në mënyrën e të sjellurit. Edhe kjo mua më krijon shumë frikë dhe nuk më pëlqen. Cili është partneri i ëndrave? Çka duhet të ketë, çka nuk duhet të ketë, karakteristikë? Nuk kam një gjë kështu vizuale, që të them shumë do të jetë i gjatë, do të ketë sy blu, do të jetë i rregullt, do të jetë i zgjuar, do të jetë njëri me zemër shumë të madhe. Unë i dua njerëzit që kanë zemër të mirë. Kam dëshirë të komunikoj shumë me ta. Komunikimi është për mua çelësi i çdo gjëje. Kam dëshirë të jetë familjar. Mund të vazhdoja kështu deri nesër mëngjes, po ma merr mendja që kërkoj shumë. Këtë nuk e kam shumë problem, sepse di fare mirë nëse është i zgjuar dhe është ambicioz, ne parat mund t'i bëjmë shumë lehtë bashkë. A të pengon nëse është nga fshati dhe shkon për jetutje atje? No, më pëlqen fshati shumë. Nuk do më pëlqente, domethënë të jetosh në fshat nuk do të thotë të jetosh në mënyrë primitive. Në fshat mund të kesh një shtëpi shumë bukur, të arreduar mirë, më pëlqejnë kafshët. I dua shumë madje. Më pëlqen, kam shumë një ndjesi relaksimi kur largohem faktikisht larg qytetit. Do më pëlqente shumë sepse do krijoja një oazë timen. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Shkon aty ku ka shumë dhimbje. Çka do të thotë për ty definicioni dashuri? Pa kushte. Cila është dhimbja më e madhe në jetë që e ke pasur deri më tani? Kam pasur disa, nuk në le të themi në sferat ndryshme të jetës, por mua nuk më pëlqen të humb njerëz. E kam shumë të vështirë këtë pjesë. Atëherë kur ke qarë për jetë fundit? Unë qaj shpesh. Jam shumë ndihshme si natyrë. Të dielën kam qarë para 3 ditësh. Çka të bën ty më shumë ti të lumtur? Situatat e bukura, tavolinat me njerëz, bisedat e bukura, kur tjerët janë të lumtur, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë kur ato sukseset e vogla një nga një. Kjo gjë mua më bën shumë të lumtur. Çka i thua vetes kur je para pasqyrës? Hey sexy. Nga 1 deri në 10, sa mendon që je seksi? Shiko, nuk jam e bukur, po unë jam shumë seksi. Kështu që mendoj tek varet në çfarë orari, por le të themi 8. Hera fundi kur ke puthur? Dje. Kë ashtu?
puthje franceze apo Çfarë do? kështu për të puthur, zakonisht i puth gjithë kur i takoj. Kam qenë Tjetër në formë, po mendoj. po pra franceze e bjerë, French kiss, po. Kam puthur natyrisht që kam puthur një djalë. Dë më mbrëm. Si? Mbrëm. Po. Hera fund kur ke kryer marrëdhënie seksuale. Në të formë. Në marrëdhënie seksuale kryem në mënyra të ndryshme, specifikisht kur je sapiosexual, por unë kam një jetë të shëndosh seksuale, kështu që nuk do ta them kur, por jemi në takt. Përfund një mesazh të fortë për të gjitha vajzat dhe gratë kosovare. Po ato shqiptare. Ngriheni zërin pak më lart. Mos mendoni që ju definon diçka nga jashtë. E vetmja gjë që ju mund t'ju bëjë të lumtura është vetja, një arsim i mirë, suksesi që ju arrini vetë, edhe dëshirat që keni për të arritur. Domethënë është një luftë me veten ose është një marrëdhënie me veten dhe me askënd tjetër.